Matematika. Hej miq! Kemi përgatitur shumë aktivitete për të kujtuar gjërat që I kemi mësuar më parë. Të fillojmë. A I njihni këta fruta? Portokalli, shalqiri, ananasi, molla dhe në fund limoni. Por si duket të prera? Cili frut është brenda I kuq e me shumë fara të zeza? Është shalqiri. Bravo! Ky frut është I prerë në feta të rrumbullakta. Është I verdhë brenda dhe ka shije të ëmbël. A I dini cili është? I lumtë. Është ananasi. Edhe ky frut është I prerë në feta të rrumbullakta, por ky pas ka ngjyrë të portokallt, është edhe I ëmbël, edhe I thartë. E ky frut është portokalli. Tani një frut tjetër, që I prerë po duket si portokalli, por që ka I verdhë. Ai është shumë I thartë. A I dini kush është? Limoni. Na ka mbetur edhe molla. Molla duket kështu kur e ndajmë për gjysmë. Ja ku I ka edhe farat? Po I bashkojmë edhe këto. Tani le të luajmë me forma. Le të themi çfarë forme kanë të gjitha këto gjëra nëpër foto. E para është një shenjë trafiku. Çfarë forme paska? Ka formë trekëndëshi. Apo shihni edhe diçka tjetër që duket si trekëndësh? Edhe kjo pjesë e picës po duket si trekëndësh. Këtu poshtë është një shporet. Çfarë forme paska? Paska formë katrore. Po ky televizori është drejtkëndësh. Apo shihni gjërat e tjera në formë drejtkëndëshi? Oh, kjo pjesë e tortës po ashtu duket si drejtkëndësh nëse e shikojmë nga lart ose anash. Edhe telefoni ka formë drejtkëndëshi. A e dini çka janë këto? Janë hojet e bletëve. Hojet kanë formë gjashtkëndëshe. Tani një sapun. Sapuni pas ka formë elipse. Apo shihni diçka tjetër që duket si elips? Pasqyra. E kjo është një lojë që quhet pikado. Çfarë forme paska? Qen ka në formë rrethore. Si kur ora. Edhe ora duket si rreth. Na ka mbetur vetëm edhe një. Është një tjetër shenjë trafiku. Kjo shenjë ka formë tetëkëndëshi. Dhe do të thotë ndalo. A kënaqeni edhe ju kur udhëtoni? A I dini se ka mjetet që udhëtojnë në ujë? Ka të tjera që udhëtojnë nëpër hekurudh, në qiell e në tokë. Le të themi ku udhëton secila nga këto mjete. Autobusi udhëton në rrugë. Cilat mjetet e tjera udhëtojnë në rrugë? Vetura, kamioni dhe shumë të tjera. Aeroplani fluturon në qiell. Helikopteri po ashtu. Edhe një mjet tjetër fluturon në qiell. Është shumë I shpejtë. E ka emrin raketë. Po anija ku udhëton? Në ujë. Edhe nëndetësja udhëton në ujë. E cili mjet udhëton në hekurudh? Treni. Çu-çu. A e dini si I quajmë këto majtas? Janë shqisat. Gjuha na duhet për të shijuar, syri na duhet për të parë, veshi për të dëgjuar, unda për të nuhatur, e dora për të prekur. Kjo është një orë me alarm. Me çka e dëgjojmë kur bën alarmi? Me vesh.
Këtu është natë. Me çka po e shohim që është bërë nata? Me sy. Një pjatë me ushqim. Ushqimin e shijojmë me gjuhë. Një pjatë tjetër, por tani me biskota të sapo pjekura, po vije erë shumë e mirë. Po e nuhasim me hundë. E ky është një kaktus. Kaktusi është një bimë e gjelbër që rritet në shkret të tira dhe ka shumë gjemba. Gjembat e tij mund t'i prekim me dorë. A ju kujtojnë stinët e vitit? Pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. Në këtë anë i kemi disa veshje, të cilat duhet i bashkojmë me stinët përkatëse. Një maicë, pantallona të shkurtër e papuçe plazhi. Kur shkojmë në plazh? Verës, sepse është shumë nxehtë. Ja djali në plazh. Një fustan i bukur ngjyroz e këpucët e kuqe. Ja vajza me fustane me këpucë, pas kanë qelur lulet. Qenë ka pranverë. Jakne e kapel. Kur na duhen këto? Në dimër, pas ka rëmbor dhe vajza e pas ka veshur jaknen dhe kapelen për ta mbajtur ngrohtë. Po kjo paltë e bukur dhe çizmet? Të kujt janë? Të kësaj vajze, që ka bërë vjeshta dhe gjethet pas kanë filluar të bien nga pemet. Pas kemi ende fruta këtu. Boronica, portokaj, molla, dredhza e banane. Çfarë ngjyre janë boronicat? Të kaltra. Po portokajt çfarë ngjyre kanë? Kanë ngjyrë të portokallt. A e dini se mollët mund të jenë të kuqe, të gjelbra ose të verdha? E këto qenë kanë të gjelbra. Ngjyra e gjelbër është kjo. Po dredhzat çfarë ngjyre pas kanë? Të kuqe. Ja edhe ngjyra e kuqe. E bananet? Bananet janë të verdha. A i mbani mend pjesët kryesore të shtëpisë? Banjoja, kuzhina, dhoma e ndejes dhe dhoma e gjumit. Si rumbullaksojmë gjërat që i gjejmë në banjo? Kompjuter? Jo, nuk kemi kompjuter në banjo. Po peshqir? Po. Peshqiri i duarve dhe peshqiri i trupit. Dollapi me libra nuk e ka vendin në banjo. As pikado e as telekomanda. Toaleti po. Edhe brusha e pasta e kanë vendin në banjo. Perimet? Jo. Frigoriferi? Jo. As dëgjueset? Po sapuni? Po, sapuni na duhet për të pastruar duart. Peshqirët, tualetin, brushën e pastën dhe sapunin i gjejmë në banjo. Le të shohim tani veprimet që i bëjmë për të mbajtur higjienën tonë. Çka është ky? Po, është kreheri. Kreherin e përdorim për të krehur flokët tona. A mund ta gjeni foton në të cilën dikush po i kreh flokët? Ja ku është. Le ta lidhim kreherin me djalin që po i kreh flokët e tij. Samir. Këtu është një sapun. Për çka na duhet sapuni? Për të pastruar duart. Apo shihni dikë duke i pastruar duart? Po pra, këtu djali po i pastron duart me sapun. Oh, shiko, një peshqir.
Për çka e përdorim peshqire? Për të tharë duart dhe trupin. Ja vajza duke I tharë duart me peshqir. Në fund, një brush dhe një pastë. Çka bëjmë me to? I pastrojmë dhëmbët. Këtu po e shohim djalin duke I pastruar dhëmbët me brushën e tij. Tani po I gjejmë gjërat e kuzhinës. A ka shporet në kuzhinë? Po, ka. Përparsa kapela e mikseri na duhen për të gatuar. Edhe mielli, vaji e kripa. Edhe frigoriferi na duhet në kuzhinë për të mbajtur ushqimet të freskëta. Edhe tavolina na duhet për të ngrënë. Dhe mikseri për të përgatitur ushqime. Po në dhomën e ndajës çka kemi? A kemi televizor? Po. Kompjuteri e ka vendin në dhomën e punës. Sapuni e brusha me pastë me banjo, ora na duhet në dhomën e ndajës. Edhe klima. Edhe ulëset. Mund të kemi edhe një dollap librash. Na ka mbetur edhe dhoma e gjumit. Ora me alarm na duhet për të zuar. Edhe një tavolin pune na duhet. Edhe dollapi me rroba. Përparsa është për kuzhinë. Jasteko na duhet për të fjetur. Çajniku nuk na duhet, është për kuzhinë. As shporeti, as sapuni, as trampolina nuk na duhet në dhomën e gjumit, e shtrati po. Shtrati është për dhomën e gjumit. Mikseri jo, pasqyra po. Na duhet për të shikuar kur I veshim rrobat. Hej, çfarë pas kemi këtu? Numra e shkronja të përzira. Le t'i ndajmë. A është numër apo shkronjë? Është shkronja B. Le t'i tregojmë ku është vendi I shkronjave. Eja këtu. Po ky çka është? Është numri 1. Numrat e kanë vendin këtu. Tani prap një shkronjë. Cila shkronjë është kjo? Shkronja K. Po tani, a është shkronjë, a është numër? Prap një shkronjë, është shkronja Z. Ky është numër, por a e dini cili numër është? E sakt, është numri 8. E kjo? Kjo është shkronja U. Le ta lidhim me shkronja tjera. Tani prap një numër, është numri 5. E kjo është shkronja M. Po këtu poshtë, e para është një shkronjë. Apo e dini cila shkronjë është? Po pra, shkronja R. E kjo është numri 2. Kjo është e lehtë. Shkronja e parë e alfabetit. Shkronja A. Në fund e kemi edhe një numër. Cili numër është ky? Ju lumt, është numri 9. Për fund i kemi edhe disa forma me ngjyra të ndryshme. Le t'i themi cilat janë. Rrethi I verdh, katrori I portokallët, drejt këndëshi me ngjyrë të kuqe, drejt këndëshi I gjelbër, ylli I verdh, eskëndëshi me ngjyrë të kaltër, plusi I kuq, elipsa e portokallët, trapezi I gjelbër, zemra e kuqe, gjashtkëndëshi I kaltër
dhe rumbi me ngjyrë të kaltër të errët. Faleminderit që përsëritet me mua. Mirupafshim herën tjetër.